Kjo nuk përbën më një çështje të interesit publik në syrin tim. Për sa kohë që është një çështje private, është një parti private e cila me sa duket do të bëjë gjithçka çfarë intereson Sali Berishës, jo më shqiptarëve. Aq pak dhe demokratëve, tani ta them edhe këtë. Tani për personazhet politike që janë aty, asnjëri për tyre nuk do të ketë guximin që të thotë vërtetën siç është. Sklevëria politike është në modë në Partinë Demokratike. Rri, shërbe, mundohu të lexosh se çfarë ka në mendje ai që është i pari, Sali Berisha, thuaje fort, lëpiu, servilosu, dhe mund të sigurosh një karrierë në